I let bresi vjet, hec po e ni. Ama dikur ka iftari, para iftarit, krejt cenzorat po mëdhezën. Apo mëdhezët cenzori bukës, apo mëdhezët cenzori ujt, apo mëdhezët cenzori kafes. Ani ko po mëdhezët cenzori duhanit, po mdokit ka pakin e kres po do më ma pelsit për veni. Sonte në emisionin Sofra Salijut e kem një musafir. Ashtë këngëtar, këta mëre familjarisht për kënëshin. A ju qenë shpijat e juja, nuk kini nevoj me mojt mjallët heq. Po i mani këngët e tina, se ky zonin e ka mjallët. Sonte në emisionin Sofra Salijut e kena aftu që besa karë me në neru e me në respektu Gjavit Avdyli. Gjavit? Përshëndetje. Qysh je? Mirë, A je lodh? ka pak. Qysh po kalen? Mirë shumë. Drejt për drejt nga Ferizaj. Po, Njo mirë, rish lirë se me konë rrëth Ferizajt. po. A qesim kaj qaj edhe nëzëje mua bet, se tash mas iftarit. Qoj bën. shkën? Bën. Qysh po kalen qaj e jo në brend nga Mona Center. Shumë. Edhe mirë gjë shkën. Mirë Edhe shi ma maj mirë. mirë. Edhe pasullin e jona, edhe nashta po nëzëjem pak mua bet. E për mu fladit e kam një mënyrë të mirë. Me shkun klin të Bojar Electronics, të fladit si ka gjitha klimat. Bojar Electronics, po. Gjavit, qysh po kaleme Gjavit? Mirë, mirë falem. Deshta mi ju kalzo dishka. Dikush e din, po ma mjetë ju kalzoj edhe nësë jam plak. Gjavit Avdyli e ka vlla 2 tonin. Po dhe 2 toni e ka vlla Gjavit Avdylin. Qka është të rëndësishme se 2 vllaznit kanë kubikazh të madhe në këtë trek. Gjavit, një mirë. Faleminderit shumë. Qysh po kalen? Mirë shumë. Me Ramazan? Mirë, deri tash të mirë. Apo mundesh me agjeru për të njëjtën ku, apo mundesh edhe me kënu? Me kënu, po kënoj mas iftarit. Ka po kënen ma shumë? Ka po mujmë. Ka po Ka mojmë. po mujmë. Unë në qitë periudhë të Ramazanit, me let Gjavit i kësha ndalu do ko. Po. Për shemëll konga, burek. Me legje kësha he krejt. Ecë, Ta po. që atë kongën kalma një cigare, pa jashat kalzoj. E kësha he krejt. Edhe kongën du lulia të bonari. Unë e tu koleshti lulia, ku fën kra e të bonari. Ku ka pa e ashtu, më provoku mu. Ja, provokim është vëlla. Gjavit që, një është lirë, se në shpeton. Nera të rritë, Laf faleminderit e shumë. muhabet se pak edhe si e mirë për tensioni, për iftarit e po mirë, tash për morën vetën Po, ka dale. Se po na munan buka mas iftarit, po na munan. Edhe e pigrohëm shumë, ta Shumë. këtë a ke pa ku që kësh nga bolond, krejt e ki e renin, shka mirë për tensionit, ja i groha shumë. Po, po. Një natë mu të erro krejt mas iftari. Kumë tha gruja, o të një, i tha nipi, ta ka nëllë rrymen, se s'to kanë të erro sytë. Gjavit, apo nga kalëzën drejt, kur ja ke nisë mas pari me kënu, edhe ja ke nisë paradite a mas dite, atë kujtohet mosha edhe koha afërsisht. Po, koha. Kur? Unë fillim ja kom nisë, pa e pri Si eri? shkollës fillore, kom kënu Ferizaj. në klasë, Ha, në klasë. me nëzonsa, me shoqë atë kush kanë qenë. Në orë të muzikës gjithmonë unë kam kënu. Për me mësu në ajsen në orë të muzikës, valoj ma pak. A, me kënu, kam po. kënu. Zonit ka shku. Po, në basë që ati këndimi e kom marrë notën, që ta e di, edhe ta nga kom vazhdu me programet shkollore, që shkojnë ato. A që të ke mësu si të drasa zez, që Gjavit kënë në dishka. Jo mërë për gëzimi tyne me kënu që me shku ora. Jo, me ndryshe s'kajke. E muzikën ata ka dosh lëndën e muzikës. Po, Se dikush thët zoni më shkën, po kongën se di. ja, po, në atë ko, kur o këndasht me shku në shkollë të muzikës, ose në fillore, këtë adionë, nuk ka pas mundësi, s'ka Kushte pas kënë ka mandë. jo kushte financiare, po nuk ka Rrethonat janë. pas, po, regjimi o kënë asisoj, sa që na o këndasht me forca tona, me dashnit madhe Me për vullnet që ke muzikën, pas, vullnetin e madh. për me arrit qëllimin, nuk e kemi këqyrë parë në atë kokër. Jo. Ja, se kemi këqyrë, kemi punu hakikat. Normal që të na gradualisht janë formu shoqni kulturo-artistike, kam marrë pjesë edhe në ato shoqni, edhe si instrumentalist në atë ku me qifteli. A me qifteli mas pari, Po, Gjavit, ha? po, gjithsesi.
edhe hitë së më vjenë marë se është një instrument që po së dite që ftelien nuk din mira dhe sinti të në thamë ka njëra. Aja baza e instrumentet. A i dimi më shumë? Po. Mirë. Knatë shumë. Ka dhe ma mirë, unë jam si këngëtar, unë jam fokusu të këndimi, po edhe sinti di mira, realisht di. E kush, a ke pas talent për me zbulu talentin tanë, ata ka zbulu dikush tjetër talentin? Me ta thonë drejtën këtë punën e talentit, unë menaj që ka qenë trashëgimi prej familjes, edhe babgjyshin, edhe babën, edhe nanën, i kom pas maraklit muzikës, po kushtet janë konë ato në atë moment që s'kanë pas mundësi me dalë edhe me knu e këta dionën, me shprej atë farë shkurt tjesht atë profesionalizmin e vetës, atë këndimin e vetës, e valzimin e këta dionën, shka. Po, me një farë mënyrë, unë menaj që është trashëgimi, po unë e kom njësë, të në kom dalë, është pak ma guximtar, se është një farë punë e këgja që nuk është e thjesht për me vështu. Këgja i farë sfida është me dalë, në pa, se për thuj këta të rritë. Definitiv normal që më kanë përkra shumë, edhe familja më kanë përkra, po edhe unë me kam gullje, kom vazhdu, edhe jam i knasht edhe ja kom pëharin. Realisht, falemderit Zotit, deri në këtë pik, jam i knasht. Këtë familja kanë kënu, do me thonë juve ndokit edhe zortë në barë, ju pas kanë kënu, gjithë shka pas kanë kënu të jo. Ka mundësi. E talentin, a ja ke zbulu ty dy tonit, a dy tonit? Ja, unë e kom njësë para tina, ajo konë ma i vogël, ajo konë. Po, ajo e ka dasht si fëmi edhe muzikën, e ka dasht edhe, e ka dasht me shpirt. Po e ka pas edhe mundësien, unë e kom pas studion që shmati, që me provu, ka provu, edhe realisht, edhe puna e madhe e tina, e ka prunë këtë pikën kështë. Me studio, qysh po të shkojnë punë? A ka, për shemëll këngëtar, thojnë që di me kënu, për në fakt s'di me kënu? Qifti jam, unë s'di me kënu, haber s'kam. Po ti mirë që po kalzon, Bili? A ka qasi? Po, ata thojnë që di me kënu, ata në kur t'vjen s'din, qa jam ma... Jena di qysh arsitur, me i greb dhe shka kur qysh jam zoni, më ka marë. Jo, kur qësë është e ki kompjuterin, më reqe. Kompjuter për nëri që da? Po, i qashtu po kanë qef, do... Merë ta që klikima, merë vjusa, thuj të një jam baba, une. Realisht, kompjuterit ta mundëson deri me një pik me ndreq, po në... Krejtu i vabonju, se qashtu i jetë, hashtë muj me dollë bjellë kure. Një 30% muj me thonë, është to, ta lullën, sikur fasadën shpijet që jep, a këpëton, jep një njërë të mirë, një diçka. Një efekt. Ti nëse se ke luj mirë shpijen, aja vrejët. Badihova harnohe. Kësë janë espi pillimi, Badihova gjoja, ata malterin, aja se kap mirë. Po, definitiv, që aty është esenca krejt e muzikës. Gjavit, kur të shkësh në skenë me kënu, ose ku delsh në intervista në televizion, qka vesh? Se do këngëtari kun po veshin teshat larme, për me thonë kam karriet larmishme. Unë nuk e bëj ata, po veshna shkatum qëllon... Ja për 7 emisionit, pak. Që shkom, po normal edhe emisionit, po definitiv dush me shku pak ma i veshun ma mirë, me respektu edhe emisionin, edhe sidomos dasmën, kur të është pytjet e dasma, dush me shku pa tjetër me garderobë, se është respekt për kej dasmorët, për dasmorin. Po, për mësafirin. Nuk shkot me farmerë kanë dasma, unë s'me. Ja, s'ban heq, valloj. Ja, nuk ban heq. Mund është me shku, kërkur s'trej, po... Mund është me shku dhe ndasën, pa tjetër me hi dikun mund rru dhe po, ashtu po, edhe na e bëjmë. Gjavit, a ke vujt na herë njetë se i kënë dhe dë balota? Po, i kënaj dë balota, dë vujtje, dë senë, po ju, vallaj. A ke vujt? Ju E shkat ka shtimi i kënu balotat? Veç më kanë shku menaj edhe pekureshtis, ashtu të na këngëtar të hullumtojmë. Po, për në treg, shka për lype ta një jakë. Definitiv, ta në mbarët ku e gjojna vetën. Ti nëse e ban një balada dhe dhez, pse mësë me ban dhe dytën, që aty është esenca. Se për vujtje, aty me një tekstet që ka i kënoj unë, ko du të mi prej venat aty. Po, dhe se ti s'ke vujt, për këta tjerë ti shti me vujt. Jo, vallaj, aty veç
si tha më në vuj, kërkujna. Vetë se unë e kënoj kongën, e paramenaj dikush kush vun edhe qashtu edhe tekstin ka njerë e shkruj qashtu. E aj këngëtar që kënën balada, qysh thiret, a thiret baletist, balist, a bal? Vallaj, qysh du shtere, vetë se balada si ti kënën u kry, a i ti prejnë venët, a i është i mirë fartë. Gjavit, a ke harru në herë, për shembull me shku në darsë? E ke harru datën e darsmës, ose ke harru më s'ka dalë gjomja, e ke lona asgjon këtë punë, hajtë jam shpesa dhe kam të lirë, ama darsëm ke pas? Jo me harru, s'kam harru, edhe nuk harroj kur për dosma, se edhe ka raste 3 vjetë, 2 vjetë për para i marrëm datat, ama ka pas rast që të gutë shumë shpejt edhe se kom aranzhu mirë kohën, kur kom shku me një dasëm, realisht tasht janë bo këta puna restorantër, salat janë bo me një restorant janë 2-3 salat aty, edhe krejve ju kom thonë të grupit shkonin të qëkjo restorant kanë shku, i kanë mundu, unë pak jam vënu, edhe me i thirë kur kom shku aty, qysh me i thirë se ata ja ka njës muzikës, edhe direkt bona gati trap, i përshëndeta krejt dasmord, kur pesha grupi tjetër, kisha pasin ndosën tjetër. Ka bema, ha? Po, vallaj, mullet të na medal, po ku jeni bre, o, të sala e tret jene. Unë në salën e parë që të sala e tret, të na, qaja pakunita kesh, po e murra vitën të na, se s'disha shka mi thonë dasmurve, ata më qëshin, unë i këshësha. Si thëshë surpriz jam. Po i vallaj, Thuj qatu. vike që aty me kryba, me të që në ata pak në këto. Shikus të nderuar, shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmë në emisionin Sofra e Salihot. Mare bac, që tash në plesh një më kara nërmen se i kom lullë kom të ecë kom. Po tash ju mu shmen, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, me kere të rahatshme, me kere komode, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme, i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve, të muj autocenter. Muj autocenter nuk të lenë ma me ecë kom, po të lenë me ecë ma me kjerë. Sofrën thot nuk në lenë mishtoria ma e madhe në vend, mishtoria Gjoshkon, misht mirë misht freskt misht taze ambienti mirë, ambienti pastër, të gjitha produktet e mishit i gjonit e mishtoria Gjoshkon, mish, qyfte, qebapa, pleskavica, shë gjok, shë valloj, kapi përmeni lang për goje po më shkon. Mishtore Gjoshkon gjindet në Prizren, si dhe në Prishtin në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon nuk talen sofrën, thot. Tashma si na u heken vizat, po shkojmë pak në Gjermani. Po shkojmë në Hanover të Gjermanisë. Po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punoj ke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merke me instalimin e ujt, rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj House Technic. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta po ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Vol po ta bojshin. Zmojlaj. Mare bac, s'poja dim lezetin as nejes, as muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin e jona brend nga Emona Center. Hajde shijaj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke. E jona brend nga Emona Center. Këtë në herë pasullin e hangësha ka një kokër.
A tash pasulit po ja ha këta nga koktat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me nivel, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha zoten, po ti mosh ke brit, edhe po të knaqke. Shio edhe ti se valloj, kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, të rahatshëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë si ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje. Aja për ta kthej ke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër, ne pshen mbrapa stacionit e autobusve. Dua dend, dua busqeshje. Dua dend. E tash po shkojmë në Klin. Po shkojmë të një firmë gjigante. Po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë për batë shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj, ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim knej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe ngrojen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë let e gjoni. E gjoni në Klin në rrugën Abedin Regja. Viq mos harrani, ku dilni për i Bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klin, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë, ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, viq amuni me hangër e amuni me pi. Lord B Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Apo më kallëzoni dishka, ama drejt për më kallëzu. Kush ja u jeshën shpijat edhe banesat? Po dihet, shpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshën tepijat e mirë. E nëse doni perdet mira, tepija të mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e tepijau edhe gjitha llojet të perdeve. O, qatë shumë se kish tepija, të mirë e të bukur, gjënabresh edhe me shkel në ta. Ani kish edhe perde të mira. O, klasës ma të mirë. Edhe ju nuk kini nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, as po muj mi ngjit. Jo, ata vid i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Të Hira Home, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit të rrugacen Prishtinë dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira Home. Knaq ka valla, ma shiftarit, ma zbuke, edhe me boni sy gjëm të knaq vallaj. A ke harru në herë tekstin e kongës? Po, është pa mund. Tu ka pëtjel goja, tu ka lidh goja, s'ke dit as ku me hi, as ku me dolu që jemet. A ka pas rast? Po, shumë e vërtit. Po, në për siguri e maj një iPad offer. Për më ta kujto pak. Edhe se ka ndodhë që në i kongë që e kom kënu nashta me 1000 herë, po që ashtu kanë momenti nga rkesa, ja bane këta, ja bane, këpëton që ish fokusi, o defokusohesh, këpëton, prej shumë dasmorve, edhe iPad-in për para, e kom nis, po shpet e kom gjithë edhe e kom vazhdo. A menua më ta pas në rrugë dikush? Ja, selon. Selen kërkun më arrit atë? Ja, te iPad-i selon. A ka pos rast njëjtën kongë e ke knu zdi sa herë, ama kush se ka morë vesh, ka thonë, wow, zemrat knu, se na knoqe. Me thonë drejten, unë jam shumë i kujdesshëm, kongë nuk i përsëriti. Vetëm në kongë që e përsëriti është i Zoti Shpis. Të rritnera. Po, i Zoti Shpis të rritnera, vetëm në kongë ata e knoj gjithmonë mas darke, edhe nëse shtrohet sofra, është hera e dytë që e knoj. Ka pas rast që 2 herë ose 3 e kom kënu me kërkes dasmorve në i kongë caktume,
Për ndryshe, nëse s'kam kërkesa, une kongë nuk i përsëris, me dijen tem. E cilja konga ma shtirë edhe se mundet më të pështjel gjatë këndimit? Mallaj ka plot, po të iknu rregullisht tëna s'po kem problem se ka plot që... E harra një straf babakin, vend si me qitë në fillim, e ke qitë fund. Ato të fundit në fillim. Ose, po, qërë, konga ma e... Ko klavit në pithuj Po, ta me shkollë. që du të më konë shumë i kujdesshëm. Qërë kongë që janë për me këcy, unë menoj që edhe me gabus... Ja fut, bingë. Qanë pesha, këpëtan qysh e plotëson. Po kongë të sofrës janë shumë të ndishme se krejt ata shka kanë rrethu, ata knujnë boraz me ty. Më beso që shpesh shumë ndodhë që të knu kongën edhe e harroj tekstin që shme vazhdu edhe i sha dasmorët, në bas gojës dasmorëve që vazhdojnë me knu boraz me mu, one e vazhdoj kongën. Ose, tash, pos iPadit e kam edhe iPhone-in që e maj, edhe tekstin, sidomos në sofër s'kam qef me huq. Nuk është që se di tekstin, po shamu si kur konga thret Prizreni, mori Shkodër. Nga bojnë që ato. Qashto? Që ato bilin që atë kongë duhet me mëntu një navigacion. Dasha ma letë e gjatë. Shumë interesant se te strofa e dytë... Se pështjelet? Po, më ka ndodhë mu e kom një... Strofën e barë e kom kry, se kom pas iPadin, as iPhone-in, hadin qysh, hajtë se e kry, edhe pejt strofës parë, direkt strofë të fundit kom shku. Edhe u kry konga shpejt. U që dhe qa me vetën, po s'ki, mo. S'munësh më këty, mo. Gjavit, në cilat pjesë të Kosovës, në cilat treva bohën darës më të mira? Më të mira. Se kanë atë shëretin, atë lezetin taman dasmes. Kanë atmosferë. Valla nuk di, nuk më i me ndash shumë. Se puna dasma është normal vartë prej rrethit dasmorve. Dasmorët e bojnë dasma, në kënoj së dush, po kur e shë që s'ka atmosferë. Se atmosfera i me hel valën, pa di hava kënëti. Ja, po, ka regionet ndryshme që si ta nesh muzikën në start, qonë edhe më kursnolin. E di se ti e livë dhe Ferizajnë, se i që ato i tja jasha Ferizaj. Po shumë e vërtet, edhe në Ferizaj bëndë shumë mirë, po bëndë edhe në pjesë tjera, qytetet tjera që dhe befasojnë për besë. Ka Macedonia veriore? Po. Që shë ndarës ma tani? Mirë shumë, edhe anej mirë shumë. Edhe Kapresheva, edhe Bujanovci. O Logina. Po, edhe anena është shumë mirë. Normal, edhe kënej ka Peja, Prizreni, besa. Normal, edhe Prishtinë, edhe tybe kam plot pës Mitrovic, besa. Mitrovic, Vushtrije, shka ka vene tjena. Masi sa është 2 toni këtë. Deshta me në vetë, pse i kanë mitë emni 2 tonë? Ashtë ati kur se denë. 2 tonë. Nuk ashtë ta që e ronë kështu në peshë. Po të po që ata kubikazhe, pse 2 tonë? Po e ka peshën e ronë... Ashtë me prekolica qka? Ja, peshën e ronë e ka... Kështu e ka? Në aspektin profesional. E kështu ashtë i letë. Ma i letë. Ma i letë se ti. Ma i letë është. Krasu me 2 tonë është shumë, po krasu me peshën që e ka, peshën e ka të vlerës muzikës. Bile une shpesh e cilësoj si mbret i stilit tina. Qati, po. Pa, se e ka, e punon, vla, dhe do të mja dhonë dorën. Jo, ba di ati në shpjek i du, ja jep dorën vetë? Po gjithherë. Që shi kini raportet, a kini bota, e di se kong kime ta, a kini me bona i kong me 2 tonin? Po, sigurisht, po, kur ti vjereni. Den kësmet? Po, den kësmet. Aty është momenti, nëse na vjen ai far ide. Po e mirë. Mirë, atëherë e bëjmë. E kombinoni. Po, patjetër. Po s'kena qef më bë bajatësht. S'kena qef. Se na mujna për ditë me bë, po... Përveç dasmav, shkoni edhe në mbrëmje. Po. Që shi ka lënë në mbrëmje me rinin? Mirë shumë. Mirë shumë, po mbrëmjet janë më të sikletshme. Janë më të sikletshme se... Mbrëmje varet për organizatorit që ka bo mirë organizimin në sana. Kështë të dasma e kitë sigur të atmosferën. Paçaropa shka. Paçaropa. Vishë jam e rokit i parë, edhe hinë darësëm, unë valen. Lirisht. Kja ke po krejt qontën e ka medikamente. Po. Vishë edhe frizën, se se ka me mishe me së gjukë. Gjosh komit.
Ana ti ko gjallne ka shtaj pasha zotën. Shumë. Me studio, qysh po shko puna? Po keni projekte, mas shumë keni nduket në prakt festa, në vitit të ri. Po. Kreti i lojnë që atër. Po, bre. Edhe kreditin me pagu, edhe me kry kongve që atër. Po, shtatori, tetori, nëntori janë shumë të kërkum për termine. Po, realisht, na e bojmë ma të mirën që mundohemi në tonën. Normal, tas të janë qelë shumë studio, edhe po ka mundësi. Ko studio plët, pa më varë kvaliteti që sha, puna që sha. Po, normal, na i bojmë këtë vit 25 vjetë që e kam studio. 25 vjetë? Po, prej 2000-ës. Edhe 25 vjetë, gjdo sen të voglin me mësu, gjdo vjetë me mësu ka një sen më të voglin, ka vlerë. Po, na mundohemi me bo ma të mirën. Normal që edhe Zotit jep do dhunë ti, edhe ta na e pletëson atë farë normën tonë. Gjavit, cili instrument muzikur të pëlqen? Që më pëlqen? Vesh i ko qef me tani. Me tonë drejtën më pëlqen kitara. Kitarën akustike e kam marak shumë. Di mi ra, jo palesa, po di. Di me akordu, me i ra. Po më pëlqen. Bile në kongë të mijas rrallë herë që... A shti kitarën? Po, s'kam qef me lonanës. A që mu instrumenti muzikor që më pëlqen mas shumë të është gruja. Se gruja është instrument muzikor që ti shordhët dy vesh. Tap, jakne janë të shordhan. E ke pas një duhet edhe me Velisahitin. Po. Që shkoj projekti? Mirë shumë. Me Agjen Veli kena pas realisht, ajo një kong biletash që e kena publiku, spotin që e kena ba, ajo kong është ba notën e pavarësis, me thanë. 17 shkurtit. Me 16 shkurt e kena punu. Me 16 shkurt e kena punu, o kone ideje jemja, edhe me bashkëpunëtor, falimderit atyne, barë frangut me tekst, Velia ka bo muzikën, orkestrimin e ka bo Artani, Artan Mezini, edhe kena arrit që me 16, me 17 na kemi dollë në koncert në Ferizaj me atë kongë. Edhe na kanë pritë shumë mirë, po na patmet pa ja realizu spotin, edhe e kemi realizu së fundjerë. Dul bukur, e prejten mirë. Po mirë shumë. Mirë, aja le tjetë një kongë, besoj që edhe teksti është i gjithanë shumë, a këpëton, i mirë, definitiv i mirë. Të pak të le tjetë kongë në arkiva të se s'ditë. Ne përdorë s'ma kur je shku, a ka pos raset o kona i politikan ka thonë kënëma bërë që ta? Po, ka pos. Jo, me emna, po kënëma filonin. Ka plët mëre, regullisht. Atë se cili e ka të shije në vetë, edhe realisht na këngëtar du të më konë A politika, absolutisht, ja. Si për aton, për krejt njejt. Po, valla, une me bese këmë bo, po, thesha që s'kënoj kur për atë politikane, për ata, po, kur i posha krejt... Ti kënu. Po, valla, një Tu ja kënu të ndirin. Po, definitiv, s'kishe qarë ti. Shamë, ka pas rast, ma kanë kërku kongën e Ibrahim Rëgovës. Beso që nuk është ajo kongë që është pale çfarë tekstit, po veç shkoj Rëgova në Amerikë me kërku Republikë. Edhe veç që të dy fjallë, 3, mi kanë lypë kënëje bërë veç që ta Allah ile. Hajde, për kënojmë. Baraz me mu kënojshin. S'kesh nevoj me kënojec, veç mikrofoni javë që qështo dhe kërë. Realisht, edhe pse tashti politikë, po se cili ka atë... Po mendimin e vetë. Mendimin e vetë. Bindjen e vetë politikës. Unë s'kam qef me kënu kongë që i përkasin një partije caktume me respektin më të madhë për se cilën parti. Sigurisht për tonë të të janë të këma mërë për shqiptarja. Po, definitiv po. Po, ka njëherë dëshme i lonë onës, ka njëherë rejthi e përcakton. Do të me kënu për hatër, se na kur shkojmë dasëm, kënu për hatër dasmurve, jo për hatër tonë. Edhe aty s'panti me lujtë kurnazin, s'taknoj, këna mërë vlahet. Duhet mja përshtat
nejes edhe atmosferës. Po të pëlqe qaj? O, shumë i mirë koka, se gati mu ftof po mdu. Mare Gjavit. Në Ferizaj, ako këngëtarë shumë. Tri po më nej, tash atat vjetë, për juve të vjetë e kuptojmë këshini. Tash tri talent, atri se kanë shpërthuj vërë shumë. Kanë dalë. Po, ka shumë edhe ka shumë të mirë. A i përkrani, jo gjenerota pak ma... Valoj, sot mujna na, po ata du të me gjithë vetën vetë, se për ndryshe, na ka njëherë edhe për veti, s'kem ku me punu, sot duhet, se është biznis shumë i madhë, sot që dush më konë shumë i vullnet shumë me punu, shumë për me arrit një sukses në shtatë vogël. Edhe nuk të bjen men për kolegun në tjetër. Du të mi kushtu rëndësi se cili vetë, normal, kura mundësia me gjithë zemër e përkromi se cilin. Me cilin duhet se ke bon e kini veten mas mirë t'in botë. Jeni e rahat se ke kënu. Po, gjithësësi me vlaun. Që ta deshta me dalë pash, mës pja huq pak për dhe të tërkosh. Ja, bës ka shumë. Ja, me vlaun duhetet, me vlaun kur bon, na knoqëm ashtu. Na e kemi edhe raportin, e kemi shumë të mirë me zveti. Ma mirë se me Bajjanaka? Po, sigurisht. Ma mirë se me Bajj? Po, ma mirë. Përveç kongës edhe studios, e kini edhe një biznes tjetër. A kini biznes? Po. Qysh përshka biznesi? Mirë, falenderu Zotit, mirë. Sa për veti? Po, sa për. Po, në tojnë sa për veti? Po, munohemi në anatonën, normal, sfida ka edhe në biznes, edhe në gjithë shka, po, na e punojmë që ashtu, munohemi në tonën. Kështë e saj. Qysh naj projekt ma i rritash? Po, kam një kongë, po tash Ramazan, jem të përgaditana për Bajramës e mas Bajramit me lëndë. Tash Ramazan nuk shko zoni, ja? Jo shkon edhe mirë, vëlla, po nuk o problemi që shkon zoni, po tash du të mi përgadit se janë do kongë shamëll tash më konë në ilahi shkon. Po, e vërtet. Funksionon, për ndryshe do kongë dashnijës. Qëfar e bojmë na? Qato baljadat e qato. Edhe të një nu. Pa minuti prej venat me hurme. Ja, zban heq. Zban heq. Edhe kongën Gjejlan e ke kënu mirë. Ja ke dhonë hakin, se thojnë. Po, ata Gjejlan e këm pas, kjo në kongë këgjë e vjetë. Shumë e mëq me dhe kush e ka kënu për herë të parë. A e din? Valloj nuk e. A të skujtojt? Ja, se di. Që ke bo mirë, ke përpunu mirë, ke bo. Unë e këm bo në atë stilin tem, edhe e këm po që është pëlqyë. Shumë. Po, është kongë që... Si del boja. Si del, gjithmonë kërkon veshin një kongë... Ta lyp. Po, ta lyp diqysh. Se di. Ka kongë shumë që unë i kom përpunu shumë kongë, po ka dhe tjera që mu i mi përpunu edhe milion arkiv që mungu ato se janë të mira në bukra. Cilat pëlqe ma shumë? Qytetare, popullore, a balo, da atë tanat e gjanë veten? Ku të flenë ma shumë? Me të thonë drejten, kongë qytetare i du ma shumë, po kujna mjaknu. Sot për sot, është pak problem. Unë kam në arkiv shumë kongë qytetare, popullore, që ma herët i kam kënu, po tash nuk mund shme kënu, se ju që s'ki kujna mja kënu. Po nëse i kënu në të kongë, s'ki të regë. Ti dush me katë shkojnë krejt edhe ti. Qështë e lip të regi që anë i do të me shku? Definitiv. Amo, kongë, kur të kënohen kongë populore, të kënaqet shpirti. Janë kongë matrona, së një kënohen bashkë gjithë kush, amo që aty, qaja është vlera, unë menoj. Edhe pësa ato zban mej, adin me ishdu kë mësë me kënu, po edhe ato e kanë momentin e vetë. Jo në gjdo moment kënuën edhe ato. Sikur konga folklorike që të sunë kënon këtë dasmë në folklorike, dhe nështë një moment i saktu. Po dhe konga në sofer të aman. Feks. Dënë me kënu folklorike, patriotike, edhe qytetare besa, herë ka venat që kënuën edhe qytetare në sofra. Po vorët të për venit, për i regionit, shumë sana. Kurja pa të një sto me qëtelia, a pa të vazhdu me folklor? Ja, shumë shkurt. A veç me ro qëtelis? Shumë shkurt e konë. Shoqëni kulturë artistike, kam marrë pjesë. Fejzaj? Po. Edhe
kam kënu realisht edhe gjatë qësaj kohë, po shkësha me instrument shkak që me këqyrë që shpo shkon puna aty. Edhe ta në kure pash e kuptova, vazhdova me këndim. Normal, kanë përkra, respektu dhe gjithë shëshni aty, po vallaj pa punu s'do të kërkosh. Jo, pasha zot, pa i gra pak nuk do Ja, kërkosh. s'do kërkosh. Jo se do të hajtë si që zoti, ja dhe vetë do të mi gra ka pak. Po, Gjithë më dhe zoti. Po, Ku t'jepsh ti pak, edhe zoti ti mën. bile t'jep shumë. A uro bakshishi bre heq? A që kesh? Varet për regioni. Do vena oro fort. Do vena orrit shumë. Tashti, që shbiron për jetë, qëty. Është mirë apet. Halo si në mesatare, thuj si në mesë mjetë bakshishi. Asoro, pas Po, të ngrit. ku kanë qitë shamull shumë, tas të janë nol pak, tas Kanë reduktu pak. Dikun tjetër që jesi shumë, edhe tani vjen si normal. Pa pasa, ja. Qërë, bakshishi nuk është gjithë shka, po t'jep një farvullneti. Dashtë, t'jep. E kamarjeri, si ta bje një kafe, Ai, po. 20 cent mjalon, Po. vallaj, të respekton më ndryshe. Po, vallaj të respekton, me të relax, ta flim. Po, 2 herë, 3 herë, s'është problem. Edhe ujnë ta bjen 2-3 herë, ama ti edhe bash pa bakshish. Ja, s'ban heq. Bam. E me diaspor, që shi ke punë? Mirë shumë, po kryesisht dasmat i kam prej diasporës. Që ata do të thonë më thirrën në telefon, mu, menaxherin tëm, edhe goditën. Kryesisht janë prej diaspore. Mundohemi në tonën me bo më të mirën. Dhe shqyqër se i kemi, mos në lavsh zoti pa ta. Amen. Edhe ata kanë një kontribut që japin shumë për Kosovë dhe faleminderit shumë prej tyne. Normal që na du të me punu. Po s'po di bre, apo i trajtoj mirë, apo i preso mirë, Po mundohemi bërë nas, s'pëdi. me takat tonë, toj. Mundohemi. Unë s'besoj që i presim keq. Se na s'kem tradit me i prit keq. Po tash më varët edhe që shnijesh. Ka njerë së dush me të prit mirë, kur ti s'nijesh mirë, me vetë vetën është problem, unë s'di që shmja bo. Po besoj që na i presim mirë. Do me Edhe thonë, pse ata vinë vend vetën. po, shpinë shpet vetë vinë. Po, gjithsesi. Edhe mos mi prit nata e presin vetën. Po, Na e për dolin e marrin vetën, e shkojnë direkt, shpi. e merë një kërë që tim rente dhe shkon direkt të shtëpia vetë. Po, thamë sinqert, respektin, na ja bojmë, menoj që ja bojmë të mirë, menoj. Do me thonë, mas Ramazanit tash, projektet janë. Lancohen. Po. A keme prit të mirë di shka qësh? Po besoj që po. Po besoj që po. Tastis, po du me i cikë senët aty se cilat janë qka, po. E mira vja ka dale. Po. Unë menoj që kanë më konë do këngë të bukra, ka me pasë dhe bashkëpunime, me emër s'po du mi cikë me kanë qyshtë. Ja, mos e qelë, se Ja, që s'po kryen të një, kështu. Ma mirë, ka dale, po me hapat sigurt, mos më në alkor. Gjithsesi. Unë e kam qështu, shkoj nështë pak slow motion, po. Ma mira, ka Kam dal, qef me majtë. ka dal, po me tempo. Po. A ma ban një kong për shemëll me dashtun me kënu. Po, A kam vesh për muzika ja? po vesh kem ketë, po. A ma unë i kam lapëq, vallaj s'ma rok heq. Ja tash me që si kompjetera mi në reqin. O vallaj, veç a di me full. Jo, Se bre. për me kënu s'është problem. Edhe me full të qëtetje me kënu. Po, mërë që Edhe bon më viral që ta fer TikTok. Edhe reperat veç të full ata, Po. bojnë kongë. Toni të full? Po. Të full, po, Veç full pak ma që kum shpejt, rriti. edhe kry. Ja me dafinen, ja me aton, ja me tajnen, ja aton, hypi, qëre. Mirë shumë. Dy vllazën ku ka ma mirë. Po. Një familje këngëtash ku ka ma mirë. Tash edhe një duhet e ban të mirë me ditonin edhe. Po shpresojmë që si të vjen momenti, pse jo. Gjavit, a kina i mesazh për fancat e tu, për qytetarët tonë, se ka dal, i erdhën funit, se ke mu qulli herën si fërë? Po vëllam. Se po. Unë le t'ingojnë këngët e mia edhe me më të mirën punë që kam unë mundësi me bo, nuk dhe t'i shgënjej kur.
As na ke zhgëny kur. Nuk do t'i shgënjaj kur, kam me provu më të mirën punë me bo, në muzikë edhe me sjell këngë sa më të bukra që me u knaq me muzikë që i sjell. Këngë me shije më na knoq veshin. Po, në definitiv, po. Se tash pikqyrin, po ba mira mingo me vesh. Teksti, qëfar teksti jam që ka laj për me këqyr. Po, me këqyr, të unë s'ka me këqyr. Ama, po, edhe janë këngë që këqyren. Gjavit falënderit shumë që ke gjithë kohën me orë mas iftari në emisionin Sofra Saliot. Falënderit Ishte knatësi. Falënderit juve Po, shumë. sët, vish ku e kom po ndërë. Ta basë Salia do mu safiru, hajde, qene derën, se këto jam. Falënderit shumë, ishte knatësi, e fala shumë dytoni. Falënderit shumë. Sikur të nderuar, ishte me neve sonte Gjavit Avdyli. Mirë mbetëshi e shihmi javën e ardhshme.